Në fshatin Burimas të Bashkisë së Malishit, banorët kanë dalë në protestë duke bllokuar punimet për ndërtimin e një linje të re ujësjellsi që do të lidh Burimasin me fshatin Zvezd. Ata shprehen të revoltuar pasi ndërhyrja është bërë gjatë natës, sipas tyre pas një njoftim paraprak nga autoritetet. Protestuesit thonë se nuk janë informuar për projekt dhe dyshojnë se nga depoja e tyre e ujit do të merret ujë për të dërguar në fshatra të tjera. Ata theksojnë se burimi aktual është siguruar me kontributet e vet banorëve dhe nuk pranojnë që të cënohet. Kryeplaku i fshatit Edmonda Golli u shpreh se pavarësisht komunikimeve me bashkinë dhe drejtorinë e ujësjellësit, askush nuk ka dhënë sqarime të plota mbi projektin. Ai tha se banorët kanë bllokuar punimet pasi dyshojnë se lidhja e tubacioneve do të ndikojë në furnizimin e tyre me ujë. Velerin mos e lidhni, mos i bashkoni këto tupa, të merremi vesh me bashkinë, me drejtorinë e ujësjellësit. Pastaj çfarë do vendose, atëre e të bëhet. Megjithatë, ata i lanë me punime me terë, i lanë e tubat pa lidhur. Tash ne ka jo që 2 orë, 3 orë që në mëngjes kemi lajmëruar që nga bashkia, që nga drejtoria e ujësjellësit. Me protestat, me ato, ne bëmë protesta në fakt për burore që na bën me ty me për punë minave. Këta na bën si dhurat të vallatit e mi. E hapën pushë në këta me paranë e tyre. S'kemi as nga bashkia, as nga shteti, nuk e ka hapur pushë. Për të futur ujë nuk u ka atje, kurse për të dalë, është dalja, e merresh. Edhe këtu ne dyshojmë shumë që ative është vetëm për të marrë ujë nga depoja. Banorët tregojnë se pusin e kanë hapur vetë me ndihmën e disa bizneseve lokale pa mbështetje nga shteti. Ata akuzojnë punonjësit e ujësjellësit se kanë nisur punimet gjatë natës, ndërsa mëngjesin e kësaj të martë janë përpjekur të lidhin tubat, gjë që është penguar nga vetë komuniteti. Që pra atëherë kur sa propozë nuk kemi pasur probleme. Do tani këto punime që po bëjnë këtu nuk është vend ndjenja as çajt, as për këta fshatit, as në si banor as kush. Dhe këto gjitha që bëjnë këtu bën natë pa ndjenjën tonë. Kjo vjedhje, jo nuk ka rrash as nga drejtoria e ujësjellësit, as nga kryetari i bashkisë, as nga komuna, asnjë. Një tjetër banor, 82 vjeç, kujton se Burimasi ka qenë për vite burim furnizimi me ujë, edhe për fshatrat përreth, por sot sipas tij fshati ndodhet sërish në vështirësi për ujin e pishëm. Këti fshati me qapi kanën për ujin. Ky fshat ka furnizuar edhe sheqerasin, ermbecin, e të tërë fushën që në kohën e monizmit. Edhe sot po na pirë me qap me një pusë që hapi ky fshat. Nuk e shikojmë të arsyeshme që uj ka i tërë kjo rezë. Ne nuk do të lejojmë, o ne, ose ata. Ndërkohë përfaqësues të ujësjellësit kanë mbërritur në terren për të biseduar me protestuesit. Ata kanë sqaruar se projekti nuk synon të marrë ujë nga Burimasi, por të krijojë një linjë të përbashkët që do të garantojë furnizim të qëndrueshëm dhe të sigurt për të dy fshatrat. Fshati Burimas numëron rreth 800 banor dhe është përballur ndër vite me mungesë të ujit të pishëm, duke zhvilluar disa herë protesta për këtë problem.